Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 18 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 18 mars dhe do të kthehemi në vitin 1314. Jacques de Molay, mjeshtri i madh i fundit i urdhrit të templarëve, u dënua me vdekje dhe u doq në turrën e druve në Paris, duke shënuar fundin një epoke për këtë rend misterioz. Shekull më vonë, në vitin 1848, rrugët e Berlinit u mbushën me trazira, ndërsa revolucionarët u përplasën me forcat prusiane në përpjekjen për të sjellë ndryshime demokratike. Revolucioni vjoj të përhapur në Europë dhe vetëm disa dekada më pas, në vitin 1871, Komuna e Parisit shpërtheu si një nga eksperimentet më të guximshme të qeverisjes popullore, megjithëse nuk do të zgjaste shumë. Hapësira gjithashtu shënon një moment historik në vitin 1965, kur kozmonauti rus Aleksej Leonov doli nga kapsula Voskhod, duke u bërë njeriu i parë që krijoi një ecje në hënë. Ndërsa në Gjermaninë Lindore në vitin 1990, qytetarët dolën për herë të parë në zgjedhje të lira, duke i hapur rrugën ribashkimit historik me Gjermaninë Perëndimore. Tani do të njihemi me disa figura të shquara që erdhën në jetë në këtë ditë. Në vitin 1690, në botën e matematikës, lindi Christian Goldbach, njeriu që do të lindte pas një nga hipotezat më të famshme të teorisë së numrave. Në politikën amerikane, në vitin 1837, lindi Grover Cleveland, presidenti i vetëm që ka shërbyer 2 mandate të ndara. Ndërkohë, Neville Chamberlain, politikani britanik i njohur për politikën e tij të qetësimit ndaj Gjermanisë naziste, lindi në këtë datë në vitin 1869. Në artin e kinemas, në vitin 1926, erdhi në jetë Peter Graves, aktori që do të bëhej famshëm për serialin Mission Impossible. Dhe për të përmbyllur këtë listë, në vitin 1963, u lind Vanessa L. Williams, gruaja që do të bënte historisë e para afroamerikane që fitoi kurorën e Miss Amerika. Por 18 marsi ka shënuar dhe fundin e jetës për disa figura historike të rëndësishme. Në vitin 1584 u nda nga jeta Ivan i Tmerrshmi, cari i Rusisë që qëndroi vendi në një fuqi të madhe, por edhe një shtet të frikshëm. Në vitin 1745 mbylli sytë Robert Walpole, kryeministri i parë i Britanisë, që i vuri themelet sistemit politik britanik siç e njohim sot. Në vitin 1845, një emër legjendar i kulturës amerikane, Johnny Appleseed, u shua duke lënë pas një trashëgimi të pazakontë për hapjen e pemëve të mollës në të gjithë SBA-n. Ndërkohë, në vitin 1977, Marion Guabi, presidenti i Kongos, u vraj gjatë një grushti shteti. Dhe në vitin 2017, bota e muzikës humbi një ikon të rock and roll, Chucky Berry, njeriu që frymëzoi gjenata të tëra me tinguit e tij ritmik dhe interpretimin e tij të paharrueshëm në skenë. Tani u të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Portokallet janë ndër agrumet më të njohura e vlerësuara, jo vetëm për shijen, por edhe për vlerat ushqyese. Përfitimet që marrin nga agrumet janë shumë dhe përfshin shumë aspekte të shëndetit. Vitamina C është ajo që di më shumë për portokallin, por kjo nuk është vlera e saj e vetme. Disa arsye më shumë për të konsumuar portokallin. Portokallet janë të pasura me element shumë që kanë efekte citotoksik kundër qelizave të kancerit. Nga studimet e fundit, besohet se agrumet janë një gjendje për të luftuar tumoret e lokalizuara në mushkëri, lëkurë, stomak dhe zor. Ndikojnë dukshëm në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në trup, prania e të cilit reduktohet për shkak të sasisë së lartë të fibrave të tretshme të pranishme tek agrumet. Prania e lartë e vitaminës C tek portokalli lufton radikalet e lira, të cilat konsiderohen përgjegjës për disa sëmundje kronike, ndër të cilat dhe disa forma të kancerit dhe disa çrregullime kardiovaskulare. Pirja e lëngut të portokallit na ndihmon për të mbajtur veshkat dhe për të zvogëluar rrezikun e gurve në to.
Përmbrojtja e kaliumit tek portokalli është një alat i mirë për mbrojtjen e zemrës, duke pasur parasysh faktin se në mungesë e mundshme mund të çojë në ndryshimin e ritmit kardiak, të njohur si aritmi. Lëkura e portokallit është e pasur me beta-karoten, e cila na ndihmon për të mbrojtur qelizat nga plakja. Vlerat ushqyese, karbohidrate, fibra dietike, acide organike, ujë, mono dhe disakaride, vitamina A, B1, B2, B5, B6, B9 dhe C, minerale, kalcium, magnez, natrium, kalium, fosfor, klor, sufor, hekur, sink, jod, bakër, mangan, fluor, kobalt. Sido që të jetë, portokalli ka disa anë negative. Fakti se është vitamina C dhe ka acide, të cilat janë të dobishme për shumicën e njerëzve të shëndetshëm, por për disa të tjerë janë një problem i madh, nga ata që vuajnë nga forma të ndryshme të ulcerave të stomakut. Gjithashtu, disa njerëz janë të prirur ndaj reaksioneve alergjike, pasi agrumet janë ndryshimet kryesore që shkaktojnë alergji. Për biografinë e sotme do të flasim për Chuck Berry, babai i rock and rollit. Më 18 tetor 1926, një lagje të vogël të Shën Louisit, Missouri, lini një djalë që të ndryshonte përgjithmonë muzikën moderne. Charles Edward Anderson Berry, i njohur botërisht si Chuck Berry, erdhi në jetë një familje punëtore afroamerikane ku muzika dhe ritmi ishin pjesë e pandashme e jetës së përditshme. Që në moshë të re ajo ndërhoqi nga tingujt e blues dhe gospelit, duke i përzier më vonë me energjinë e egër të rock and roll. Pavarësisht pasionit të tij për muzikën, jeta e tij nuk ishte gjithmonë e lehtë. Në moshën 18 vjeçare u arrestuar për një vjedhje dhe kaloi disa vite në një qendër riedukimi, por kjo nuk e ndali ëndrrën e tij. Pasi doli nga burgu, Berry u martua dhe filloi të punonte si berber ndërsa luante muzikë në klube nate. Ishte pikërisht në këto klube ku ai zhvilloi stilin e tij të veçantë, një përzierje e ritmeve të shpejta, tekstesh të zgjuara dhe një skenografie që përfshinte kërcimin e tij legjendar Duck Walk. Në vitin 1955, fati i tij ndryshoi kur u takua me Muddy Waters, një tjetër ikonë e muzikës blues. Waters e prezantoi atë me Leonard Chess, producentin e Chess Records, i cili menjëherë pa potencialin e Berryt. Pak më vonë, Maybelline, kënga e tij e parë e madhe, u bë një hit i jashtëzakonshëm, duke u shitur në mbi 1 milion kopje. Ky ishte vetëm fillimi. Në vitet që pasuan, ai kompozoi një sër këngësh që sot konsiderohen gur themeli të rock and roll. Ashtu si shumë artistë të mëdhenj dhe Chuck Berry pati uljet dhe ngritjet e tij. Në vitin 1959 ajo dënua me burg për transportimin e një vajze të mitur për qëllime imorale, gjë që ndikoi negativisht në karrierën e tij. Por pavarësisht kësaj, u rikthye më i fuqishëm se kur në vitet 60 dhe 70, duke ndikuar artistë si The Beatles, The Rolling Stones dhe Jimi Hendrix. Në vitin 1986, Chuck Berry u bë një nga artistët e parë që u përfshi në Rock and Roll Hall of Fame, duke vullosur vendin e tij në historinë e muzikës. Ai vazhdoi të performonte deri në moshë të thyer, duke dëshmuar pasionin e tij të pashuar për skenën. Më 18 mars 2017, bota humbi një ikonë, por ndikimi i tij mbetet i pavdekshëm. Do të vjojmë me rubrikën e kuriozitetit dhe sot do të flasim për ndjesinë e çuditshme që dikush po të vëzhgon, dhe pse nuk e sheh drejt për drejt, duket si diçka e mbinatyrshme, por në fakt ka një shpjegim shkencor pas kësaj ndjesie. Truri ynë ka një rrjet special të qelizave nervore të quajtur neurone pasqyrë, të cilat ndihmojnë me njohjen e shprehjeve dhe qëllimeve të tjerëve. Këto neurone, së bashku me një pjesë të trurit të quajtur korteksi vizual, janë aq të ndjeshme ndaj syve të njerëzve përreth nesh, saqë mund të kapin dhe vrojtimet periferike, edhe nëse nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Për më tepër, studimet kanë treguar se truri reagon ndryshe kur dikush po na shikon drejt për drejt në krahasim me të kur ata janë thjesht pranë nesh. Kjo do të thotë se edhe pse nuk është magji, instiktet tona janë të mprejta mjaftueshëm për të ndier vështrimin e dikujt. Tani u ndishni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 18 mars 2025 parashikohet të përshkohet me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale do të jetë -5 gradë Celsius dhe temperatura maksimale pritet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndërgëzime 2 deri në 4 ball.
ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 3 deri në 10 gradë Celsius, Kukës -2 deri në 2 gradë, Peshkopi -5 deri në 2 gradë Celsius, Tiranë 0 deri në 11 gradë, Durrës 2 deri në 11 gradë Celsius, Kavaj 2 deri në 12 gradë, Elbasan 1 deri në 11 gradë Celsius, Berat 1 deri në 11 gradë, Korç -5 deri në 2 gradë Celsius, Vlorë 4 deri në 11 gradë, Gjirokastër -2 deri në 2 gradë Celsius, Sarandë 4 deri në 12 gradë. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 18 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm, e gjithë ditët do të mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica -3 deri në 4 gradë Celsius, Podujev -3 deri në 2 gradë, Skënderaj -3 deri në 3 gradë Celsius, Pej -4 deri në 3 gradë, Prishtinë -3 deri në 2 gradë Celsius, Gjakov -2 deri në 5 gradë, Marishev -2 deri në 3 gradë Celsius, Gjilan -4 deri në 4 gradë, Ferizaj -2 deri në 4 gradë Celsius, Kaçanik -3 deri në 3 gradë, Suharek -2 deri në 6 gradë, Prizren 6 deri në 16 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.